Bashkia Lushnjë ka nisur një ndërhyrje të rëndësishme infrastrukturore për të përmirësuar aksesin dhe lëvizjen e personave me aftësi të kufizuar në rrugët e qytetit. Kjo nismë vjen si pjesë e angazhimit të bashkisë për të ndërtuar një qytet më gjithëpërfshirës dhe më të aksesueshëm për të gjithë qytetarët. Prej disa ditësh, ndërmarrja e pasurive publike ka filluar punimet në disa nga pikat kryesore të kalimit të këmbësorëve, ku po ulen bordurat e trotuarëve dhe po vendosen rampa për kalim të sigurt dhe të lehtësuar për personat me aftësi të kufizuar. Këto rampa do të shërbejnë jo vetëm për përdoruesit e karrocave, por edhe për personat që lëvizin me mjete ndihmëse si paterica, si edhe për prindrit me karroca për fëmijë. Kjo është një masë etike për përfshirjen sociale dhe përmirësimin e jetës së përditshme të shumë qytetarëve tanë. Krijimi i kushteve të barabarta për lëvizje është një e drejtë dhe një domosdoshmëri, u shpreh një nga përfaqësuesit e bashkisë gjatë inspektimit të punimeve. Për më tepër, këto rampa përbëjnë edhe një masë të rëndësishme sigurie për të parandaluar aksidentet në rrugë, sidomos në mungesë të semaforëve, ku vijat e bardha janë të vetmet pika zyrtare të kalimit për këmbësorët. Kamera e televizionit Apollon ishte e pranishme gjatë këtyre ndërhyrjeve dhe solli pamje nga puna në terren, ku punonjësit po vendosin rampa moderne dhe të përshtatshme me standardet bashkëkohore të aksesueshmërisë urbane. Bashkia e Lushnjës vazhdon të mbetet e angazhuar për ndërtimin e një qyteti të aksesueshëm dhe miqësor për të gjithë qytetarët pa përjashtim.